Ende pa nisur mirë gjyqi i Gërdecit për këtë sezon. Seanca e dytë është hyrë për mungesë të avokatëve. Ndërsa ditën e hënë janë parashtruar një sër kërkesash nga avokatët e të pandehurve, ku më kryesorja është riekspertimi shpërthimit të fabrikës së demontimit dhe ai ekonomik si dhe teknik. Seanca e radhës, përveç apelit të gjyqtarit, është thënë vetëm tokë fjalëshi, shtyhet për një seancë tjetër. Prezent në sallën e gjyqit kanë qenë 4 të pandehur, mes tyre 2 të arrestuar me mas siguri arrest shtëpie, Ylli Pinari si dhe Dritan Minzolli. Gjithashtu në seancë kanë qenë edhe 6 avokatë si dhe 2 prokuror, ndërsa mungonin 17 avokatë të tjerë. Kjo ka bërë që kryesuesi i trupit gjykues Ridvan Hado të shtyjë seancën gjyqësore për ditën e premte, ku pritet që të japë një vendim në lidhje me kërkesat e bëra nga avokatët. E nëse gjykata pranon kërkesat e avokatit të Mihal Deliorgjit, Gëzim Veleshnjës për riekspertim të shpërthimit të fabrikës, si dhe atë ekonomiko-financiar, atëherë dosja e Gërdecit është një dosje nul.